Ma bane Allah musliman që pju foli kështë po nuk di që shpegohet feja në ryshi. Si kur të kisha dit ma let, kisha fol ma let. Ana këni një të kënue, të isha kanë me ty në njën asoj pëme. Në të kuptimi me ty, ja Rasulullah, në hijet asoj pëme, edhin që shëshohëm na me kanë me sahabt, e mërnu me sahabt që aty. Ishmi kanë në aty edhe son të pëmonona veç mi ju kalzu qka është me kanë aty. Qikaq. E ki me pa edhe besaj që në fund ki me thonë me muë elhamdulillah që s'na ka sprovu Allah në atë kohë. Po në sprovën sot me shumë ma pak se sa në atë kohë edhe s'po muna me basaber. Është për cilë pejgamberit radiallahu anhu që ta jetën e vetë ka agjeru, ka falë, është falë shumë, ka liru sklav, ka dhonë sadaka. Por fjallë që i ka folë që a ditë të që aja pëma që atë që na e logaritëm që të shakonona atë mi u kalzo sahabe që ish besohet në Rasulin a.s. Po mënuna vesh shkort me t'i përmenda të që aja pëma. Ja kanë dhonë besën sahabt Muhammedet a.s. që ma shumë se 1400 vetë. Ja kanë dhonë besën Rasulit a.s. që s'kina me ikë. Nuk kina me ikë dherë në vdekje. Kanë dash me hinë me bo umrën. Pak pare se me hinë meke, jenë nalë edhe si kanë lanë qafirat me hinë meke. Muhammedi a.s. i ka thonë Omerit, kënë një për Omerin? Muhammedi a.s. i ka thonë Omerit, shka më shmo marrë vesh në qysh me ta, me qafirat. Edhe që i ka thonë Omeri? Ka thonë pëtut në ja Rasulullah, pëtut në pëtyne, ma ban shërën, pëtut në Omeri, pëtut në, e unë ti të shakon me ta, mërvesh ku jem na. Të një ka thonë Omeri, ka thonë, ja Rasulullah, ama po ta gjaj një njëri që është hala ma i përstashëm se sa one, për këtë qështje. E ka thonë që Uthmanin, radiallahu anhu. Edhe ka që Muhammedi a.s. Uthmanin, radiallahu anhu, me i kalzu qafirav që nuk i narë për të keqe. I narë veç me bo umrën. E kur ka shku Uthmanin, radiallahu anhu, është banu. I kanë thonë Uthmanit, kanë thonë nëse danë me bo tavafin bane. Ama Muhammedi a.s. s'ka më ardhë. E Uthmani ka thonë jo, pa Muhammedin a.s. jo, nuk baj tavaf rrëth qabës. E këni nalë prej qabës të dërguar në Allahun a.s. E është banu Uthmani. është banu në pjesën e qafira. është përhap lajmi që e kanë vra Uthmanin. E i ka thirë Muhammedi a.s. me shokët e tina me ja dhonë besën që s'kanë me ikë. E ja kanë dhonë besën përveç një anët. Munafik. është në shef nër barkt deves. Se ka dhonë besën Muhammedit a.s. Munafik. Unë për vetë të tutë në mësë që akonu në që kë. Gotëni, kër ja kanë dhonë besën Uthmani së kanë, Uthmani kanë atje. Rasulullah a.s. me ka që dorën e vetë, kjo është dorë Uthmanit. E ka dhonë betimin e Uthmanit me dorë vetë, Rasulullah a.s. Edhe kanë bërë marrëveshje musliman. Unë për bive shkort me të kalzu qëfar së të ato kanë që ti edhe unë me më shilë gojnë. Me falendëru Allahun azugjel që s'na ka spravu, e me falendëru Allahun azugjel që na ka bo sëd musliman. Edhe me na bo për atyne që e praktikojmë sëd islamin, në qito kushte, në qito situatë sëd mujmë. Me në letësu Allahu azugjel sëd, në qito kushte, me në letësu Allahu azugjel me praktiku islamin. Nuk kanë mujtë me hinë meke, s'kanë mujtë me bo umrën. Kanë musliman. Edhe mas që sajna musliman të meqën, pa që i gudzën me thonë, të shakon që atë, ngo. Ju ka thonë Muhammed a.s. sahabe ka thonë prejni flakt, në të kuptimin për umre. S'po mujna me hi atje, prejni, kurbanat e ju, edhe prejni flakt. Asnja për sahabe se ka bo. Asnja. është mërzit Rasulli a.s. Të një ka këshëllu nana besimtarve, ka thënë, ja Rasulullah, dil, mos ju falë kur gja, veç dil, prej flak vetë, edhe prej kurbanën, edhe bojnë të një masteje. E ka dalë Rasulullah a.s. I ka prej flakt, e ka prej kurbanën, të një kanë bo. Ama kër ju ka thënë 3 herë, ju ka thënë, prej një flakt, prej një kurbanat, as nëse ka bo. Prej një flakt, prej një kurbanat, as nëse ka bo. 3 herë, prej një flakt, prej një kurbanat, heq as një. Se ka bo për sahabe. Omer radiallahu anhu, këtë diti ka thënë Muhammedet a.s. ka thënë Rasulullah,
a nuk jena në hak, a nuk janë ata në dalalet, a nuk jena na besimtar, ata në dalalet. Pse proprio në nështrohë me këtyne kërkesave që pikan qafirat? Këto fjallja ka thonë Muhammedit a.s. Ka thonë Omerit tanë jetën, ku ma gjeru, edhe më falë, për me mi falë Allahu Azzawajal të fjallë që i këm folë para Rasulit a.s. E nësët të irakjerët aty të shakanë në hijet të soj pëmës, falendro Allahun Azzawajal që si e kanë në hijet të soj pëmës, në kohëve që edhe nja, por që ta që e kanë në hijet që soj pëmës, me një beti tjetër. Këta e kanë dhonë besën Muhammedit a.s. që sikëm, ditën e Khunejnit. Është metë Muhammedi a.s. me Abbas radiallahu anhu, ka po zanën e madhë, drejt. Edhe një tjetër, dy vetin kanë me ta. Me Muhammedin a.s. ka një krejt. Të një ka thonë Muhammedi a.s. Abbasit i ka thonë thiri. Ata që ma ka thonë besën në një të së pëmës. Edhe i ka thirë Abbas, edhe ka po zanën e madhë, zanën e naltë. Edhe i ka thirë. Kër i ka thirë, kanë nga komplet. Në shku të Rasul a.s. Luft e rept. Në shpërndan të nëndë, kër i ka thirë, kretë kanë nga. Të e më thekë, ja ka thonë besës. E na nuk muna me dhënë besën Rasulit a.s. që këna mi pasru dhamë tonë me misfak. Qëta jem na? Provuaj japja besën Rasulit a.s. Nja që traditanën një Rasulullah ku me pasu, dhe e më dhekje. Provuaj, të një falë. Kështë që këto fjallën e thash, Allah e din që sa i kom sjellë të fjallën e për kryje, për që ta dhe piqes kështo, se na të qyshe shohëm, u kanë letë u kanë, kujtojmë që ku e letë u kanë. Omeri radiallahu anhu ka rejë besimtar, pse kanë pranu islamin. Khalid ibn Walid, që e njohen musliman krejt, për luftetarve më të mëdhenj musliman, i ka luftu muslimant, ka luftu kundër besimtarve. I ty kujton që u konë letë në të kohë. Kështë që falendro Allahun Azzawajal që jenë këtë kohë me qëtë kushte. Provojmë me praktiku islamin qëtë kohë me qëtë kushte, mos që anra. Lusëm Allahun Azzawajal na falem.